Banorët e fshatit Rjoll të Velipojës se kanë zhvendosur para SPAK protestën kundër ndërtimit të resortit luksoz. Një zëri, ato bëjnë thirrje për drejtësi, duke theksuar se SPAK është i vetmi institucion në të cilin kanë besim se do ta zgjidhë këtë çështje. Duam drejtësi, thon banorët e Rjollit, të cilët vetëm një vit më parë për këtë çështje kishin depozituar në SPAK një kallëzim për falsifikim të dokumentave, por ky kallëzim i është kaluar për mos kompetencë prokurorisë së Shkodrës, e cila sipas banorëve deri më tani nuk ka kryer asnjë veprim. Sot ato depozituan një tjetër kallëzim shtesë dhe duan që këtë çështje ta marrë në duar SPAK-u. Drejtësi do të jetë edhe mos na çojmë në botë gjona se jena njerëz të ndershëm. Nuk jena kriminela. Policia nuk ka sjell mirë, i ka grevllaç personat tonë, banorët tonë, vllazërit tonë. I ka grevllaç, janë kanë 25 vjet, janë kanë rajin policisë Shkodrës. Tu na thonë foni që na bën nerë si u na nxjerr për jashtë prej rajonit. Çfarë nerë na kanë bën? Si na kanë bën nerë, si na kanë marrë prej tokës tonë, e na kanë nxjerr prej rajonit. Këto zona janë të paligjshme. Na kena besim te avokati jon, nu pjetra si e kena të parin. Na masti, na di dalim fund, na nuk dorëzona ta dini. Se fisin e shumëve, na aktualisht kena 400 dylëm tokë. Na në vitin 2006 e kena me urdhën prem, si e kena me urdhën gjykatës janë shtoka jonë. Në 2008 Sali Berisha pa cit një ligj, kush nuk e pa të zonë pronën e vetë, të kthehet dhe të bajnë pronën, ne me gjykatë dhe me urdhën prem gjykatë Shkodrës, e kena me urdhën prem në 2008 si prona 400 lymshit na kthehet ne. Prandaj, ma 2019 deli piptak, një Fatmir Shpellza, si po na ban letrat në 2019 për një vjet. Fatmir Shpellza njëti? Edhe nuk e kuptojmë. Fatmir Shpellza ka kanë liun me shtetin. Ja, ai nuk njihet pse ka lekërisht e zoti e dini imoni se ka kanë banoj fshatit aty. Kurse tjetra, bashkimule si ka ble tokën, ne na ka kërkuar 3 herë me nej me ta. Na kena shku këna nej me ta, edhe nuk na ka dhënë fe përgjigjet. Pazari ti është me lujt me qërunjojnë se të dy bjen njërin kanat. Lutem vetëm drejtësi do në këtë vend. Ju lutem vetëm drejtësi të na pështojnë fëmijë, vëllezën, baba, nana, nipa mesa, se na kanë marrë rrugat e janë kanavin për kurbetit. Vlau jam dje, e ka ardhua midis venit. 40 minuta ka ba ambulanca më arë në atë vend. Një kyjena i kjo ashteti jonë. Nuk ardhua, ka shti policia? Po tëmë pra unë po tëmë ashtërzuën kuptimin e fjallë se policia. Ju lutem do na vetëm drejtësi nga ky shtet. Prej vitit të 2010, banorët e fshatit Rjoll përpiqen të marrin pronësinë e tokave të tyre dhe për këtë janë në procese gjyqësore dhe çështja është ende në apel. Por ndërsa ato po luftojnë të marrin pronësinë, të cilën e pretendojnë që prej kohës së mbretit Zog, dhe për këtë nxorën para kamrave edhe dokumentat e tokave, u doli edhe një tjetër pronar, Fatmir Shpellzaj.